mos fjellje hona, zjarë felak, o në troje tona, por s'lup qani heusen je dorëzimin, jave muj more e duron rrethimin. Qënë ka maj, o në të hyrë qërëshori, zone lirë, shpallët teritori, pararoje, o ashtë toger frimi, bal krenar, shena si Ibrahimi, pararoje, o ashtë toger frimi, o bal krenar, shena si Ibrahimi. Tanku e topi vjedhin zjarre hekur, por guxim. Familjet e dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të UÇK-s, bashkëfshatar, përfaqësues të institucioneve dhe të gjithë të pranishëm. Mirë se keni ardhur në këtë ditë për kujtimore të 8 qershorit për të nderuar rënien heroike të 6 bijeve tanë të mirë të kombit, të cilët falen jetën për liri, për nder dhe për të ardhmen e shqiptarëve në këtë troje. Komandant Shenasi Ibrahimi, Shefik Miftari, Skifter Arifi, Sahid Sejdiu, Agim Zenuni dhe Avdi Mustafa. Çdo qershor që vjen na gjen këtu për të përkujtuar gjën tanë më të mirë, bijtë e fshatrave të Kumanovës, bijtë më të mirë të shqiptarisë, që dhanë jetën për të mirën e gjithë kombit. Dëshmorët nuk janë më fizikisht mes nesh, por veprat e tyre janë përjetësuar në kujtesën tonë, për lirinë që sot gëzojnë dhe në rrugën që ndjekim si kombë. Ju ftoj tani që t'i nderojnë dëshmorët e kombit me 1 minutë heshje. Lavdi gjaku dhe dëshmorëve të kombit. Dëshmorët janë gjaku i lirisë dhe flamuri i krenarisë tonë kombëtare. Ata janë fjalë e pathënë e një historie të gjallë që vazhdon përmes nesh. Ata nuk e kursyen jetën, sepse kishin kuptuar më mirë se kushdo se liria nuk dhurohet, liria fitohet me gjak, me djesë dhe me mund të madh. Sot kujtojmë edhe luftën e vitit 2001, në të cilën shumë burra dhe gra ju përgjigjen thirrjes për mbrojtjen e të drejtave dhe të jetës në trojet e veta. Luftuan për të drejtën, për të ekzistuar, për të folur gjuhën e vet, për të ruajtur shkollën dhe emrin shqiptar. Tash në këtë momente ftoj para jush kryetarin e komunës, zotrin Erkan Arifi. Më lejoni fillimisht të përshëndes familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, ushtarë të ushtrisë shkrimtare kombëtare dhe të gjithë ata të cilët gjenden kohë që sot të vinë të bëjmë homazhe për nder dhe respekt të dëshmorëve të kombit. Sot, sikur ditët e kaluara të muajit qershor dhe muajit maj, që përkujtojmë dëshmorët të cilët dhanë më të shtrenjtën në jetën, u mbledhëm bashkarisht të përkujtojmë dëshmorët të cilët e ranë sot në altarin e lirisë. Andaj, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi të gjithë familjarëve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës të cilët i lanë gjymtyrët e tyre për të arriturët e kombit shqiptar.
nuk dua të ju marrë edhe shumë kohë, për shkak të kohës me diell, andaj dua të ju uroj edhe festën e Kurban Bajramit të gjithëve dhe dha Zoti të keni të mira në familjet e juaj. Lavdi të gjithë dëshmorëve. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar bashkëluftar, invalid të luftës, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kryetari i komunës, sot pra gjithë së bashku mi turbuar që të përkujtojmë ndarjen fizike nga ne të 6 shokëve tanë, 6 dëshmorëve të kombit, të cilat derdhën gjakun për këtë vend. Vërtet, ne gjithë bashkëluftarët kur kujtojmë këto momente, këto ditë të vështira, që duke nisur nga 2 maji, e deri më ditë sot e edhe në vazhdim deri në betejat e Araçinës, secila betejë e kishte vështirësitë e veta, por edhe i kishte edhe sakrificat e veta. 8, 9 dhe 10 qershori është një ndër betejat më të vështira në fshatin Shkullçan, sepse në këtë data ishim të sulmuar nga të gjitha anët, ishim luftime të ashpra, e beteja më e ashpër u zhvillua në Hisar të madh, në Hisar ku ishte një luftë edhe frontale ku ushtarët shokët tonë nuk ballafaqohen me armikun ballë për ballë. Por fal sakrificës, fal vullnetit, fal qëllimit të ushtarëve të ushtrisë kombëtare kombëtare, edhe atë betejë e përballuam dhe i dolëm në krye me sukses, por ajo betejë i kishte edhe gjakun e tërë ku në ato beteja shumë nga shokët të tonë mbetën edhe të plagosur, kurse 6 shokët tonë u ndan nga ne, ku ne sot e kemi një emocion të veçantë, sepse me ta ndanim ditët më të vështira, ishim bashkë në pikat, ku sot vërtet na mungojnë shumë. Qofti përjetshëm kujtimi për dëshmorët, e ne të gjallët të mbajmë gjallë amanetin e tyre dhe gjithë së bashku të mundohemi që gjakun e tyre të derdhur ta vazhdojmë me punë të mira, me një qëllim që shqiptarët të gëzojnë të drejtat të barabarta në këtë shtet. Lavdi dëshmorëve të kombit. Të nderuar pjesëmarrës, tani ftoj hoxhën e fshatit, Mulla Azir Avdiu, për të mbajtur një fjalë shpirtërore dhe për të lexuar një Fatiha në ndër të terrenit. Faleminderit, Bismillahirrahmanirrahim. Edhe unë ju përshëndetem me gjithë atyre të cilët i përshëndetëm këta njerëz të mëdhej, po ashtu një përshëndetje veçantë edhe për këta burra të mëdhej të cilët dhe për të cilët Allahu në Kur'anin e Kerim ka thënë ata janë të gjallë. Prandaj zakonisht vendet dallohen me një qendër tregtare, diçka tjetër dallohet me një vend ku njerëzit shkojnë e vizitojnë, ndërsa këto troje tona krahas që kemi, gjithmonë kam thonë, kemi xhamin, kemi shkollën, po kemi edhe vendin pra ku vinë këtu i vizitojmë këta dëshmorë. Edhe është e udhës që se herë që vije dikush musafir për herë të parë, t'i bëhet një vizitë me thonë, na kemi këtu varrezat e dëshmorëve dhe mi sjell këta po në këtë vend shumë të dashur për ne. Të nderuar, ne nuk i përkulemi e nuk i përulemi askujt për posë Zotit. Prandaj kemi një vetdije të madhe te populli jon tani më në kohën e fundit dhe përulja dhe përkulja i takon vetëm Allahut të Madhnushëm. Duhet përmendje edhe diçka që janë shumë e rëndësishme në jetën e rëndomt, në jetën e përditshme, na çfarë i themi pra është e porositur nga Islami që në momentet e fundit mia përkujtu pra shahadetin me thonë atij të sëmurit apo ti kujt tjetër. Ndërkaq, në raste jashtëzakonshme, këta burra shahadeti i tyre ka qenë gjaku. Kështu mund definohet. Shahadeti i tyre ka qenë pra gjaku. Dhe këtë fjalë dëshmor, shahid që e përdorim, ka të bëjë në rand parë. Në besimin ja, në monoteizmin që e kemi ndaj Zotit dhe themi na la ilaha illallah. Nuk ka Zot tjetër posa Allahu që meriton për të adhurohet. Edhe e dita që janë shumë e rëndësishme për të nderuar, se herë që vim në këtë vend pra përkujtojmë veprën e tyre madhore që e kanë bën. E jona mbetet, kush secili sipas mundësive, atë që ja ka vënë pra, kushdo që ka pozita në famën, me kontribu për ndryshe
mund pra me shkel, me një harmonire në hatrin dhe në gjakun e tyre. Vllazë Zoti, që ne takohemi gjithta në rend par antarët e familjeve dëshmore me këta, këtu po e shoh nënën e shënësisë, është një përkujtim që nuk mund të zbërthehet asnjëherë kur do të dalim me dhënë llogari para Zotit. Gjithë pra, ne kemi një gajle çfarë do të ndodhe me neve, ndërkaq Zoti këta burra i nderon, a dini me çka? Allahu i nderon këta me gjakun që do t'ia mbuloj trupin e tyre. Dhe këta do të vërehen saqë edhe pejgamberët e Zotit, kështu po shprehem do t'ja kenë zili për pozitën e lartë që e kanë dëshmorët kur do dalmi me dhënë llogari para Zotit. Allahu i shpërblej këta burra me xhennet. E ju inshallah gjithë ata që i kanë antar familjeve kanë bindje dhe padyshim se do takohen me ta, atje ku nuk ka vdekje, nuk ka ndarje asnjëherë. Zoti xhenetin atyre, Zoti neve na dhash hajrin për realizimin e qëllimeve tona. Ju ftoj pra me një minutë lexim Kurani Kerimi e jo një minutë kështje. Bujro. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Të nderuar pjesëmarrës, tani ju ftoj të gjithëve për homazhe pranë varrezave të dëshmorëve për të vendosur lule dhe për të nderuar sakrificën e tyre me kulësi dhe respekt. Të luftës helpos fjellje hona, zjarë felak o në troje tona, por slup qani heusen je dorëzimin, jave muj more e duron rrethim. Të hyrë qërëshori, zone lirë, shpallët të teritori. Pararoje, o ashtë to gërtrimi, balë krenar, shena si Ibrahimi. Pararoje, o tanku e topi vjedhin zjarre hekur, por guximi jo mor nuk ashtë prekur. Shena si u vjen në kushtën deri, për anë mikun hej mor zjarit meri. Bashkë
trollit shqiptar. Si bashkë luftëtari, ja kem Zenoni gjithashtu edhe si familjari tina, si kujton këtë ditë, momentin kur është vrarë Agimi. Ditë mërzije, ka që të ranë të kesh dëshmorë familje, se di se e kuptojnë dhe tjertë. Une e ndi vetën edhe si e ndi vetën krenar, që kemi dëshmorë, se rrallë kushë e ka këtë fatë, po dhe ka të ranë ditë mërzije, normal, kushëri, bashkë luftar. A të kujtojt ajo ditë, si kanë qenë luftimet? Pikat shkurta, po, ne ishim në polici ushtarake atë ko, të herët në mëngjes kishte fillu ofanziva e shkive, në lajmërun që pikat e shkive janë njësart madhë naltë, mësum që ka ra 2 dëshmuar, nuk na tregun me emra, na kërkun të shkojmë për forcim, po deri një kohë të shkurt, mezi se arritum atje naltë. Ishte e pa mundur, pritëm të bije tjeri për t'i marrë trupat e dëshmorëve. Sa keni qenë luftë bashkë, a ke mujtë mu taku me Agimin? Është interesant, me Agimin mi takue, si thash ishmi në polici ushtarake, zakonisht kishmi bashkë me kontrol pikave të ushtarve, a janë pika apo jo, atë natë e patëm fatin. E patëm rendin qëmë të pika komandant Zenës, ku ishte edhe Agimi aty, edhe ndejtum, banu muhabet, isha aty prezent, kur komandant Zena i thot, e kishte edhe shoqën, edhe fëmijën e kishte 1 vjet. I thot, Agim thot, shkot, i thot, shkon në Likovë të shoqja, merre ditë lirë. Ky i thot, tu keshën, i thot, jo, thot, masi, tu të shkojnë, thot, do të shkojnë nesër, thot, shkojnë dikush prej shokëve, ne të bijen Slupçan pjatë, se kishte shumë luftarë prej Slupçanit, që i kishin familjet aty, thot, ne të shkojnë dikush prej tjerve, thot, do shkojnë nesër mëngjes. Qëtu muhabeti i mbaj mend, nesër me sabah herat mëngjes, filloi ofanziva, edhe ra dëshmorë.